Bëm një hyrje për tetorin roz. Por të treguar disa statistika që në vendin tonë, për vendin tonë janë pak larta. Pikë së pari, unë duhet ju falenderoj për mundësinë që më dhatë për të folur për kancerin e gjirit. Faleminderit që erdhe, se mundësina e dhatë juve, do të gjeje kohë e kështu me radhë. Është sëmundja që prek më së shumti i gratë, është sëmundja e parë, kanceri i gjirit që prek gratë, jo vetëm në Shqipëri, por në gjithë botën. Statistikat realisht janë problematike, sepse është ullur normalisht pragu i prekjes dhe kemi prekje edhe ke moshat e reja. Fatmirësisht, këto 2-3 vitet e fundit, ky trend ka vajtur në rënje, do më thënë është rritur përsëri mosha e prekjes, për shkak edhe të sensibilizimit dhe të ndërgjegjësimit që vajzat dhe gratë kanë për pjesën e ekzaminimeve dhe për pjesën e parandalimit të kancerit gjirit. Realisht, vetëm vitin e fundit, në Shqipëri janë rreth 800 raste, 800-810 raste të reja, por ajo që është për të theksuar nuk preken vetëm gratë, por preken edhe meshkujt. Ka një numër minimal. 10 që i bie diku ke 1.2-1.3% e rasteve të prekjes nga kanceri i gjirit janë djemtë edhe... Po, meshkujt kanë të njëjta procedurë, vuajnë soj, apo kanë trajtime ndryshme? Jo, do të thoja është më pak agresiv krahasimisht me femrat, me vajzat dhe gratë, por përsëri është një numër i cili duhet marrë në konsiderat. Dhe është momenti këtu për të bërë thirrje që ekzaminimet edhe kontrollet për kancerin e gjirit të jenë periodike, mos jenë vetëm në këto muaj, në muajin tetor, që është, si themi, tetori roz, muaj i dedikuar, muaj i sensibilizimit. Kjo nuk duhet jetë fushat, nuk duhet jetë aksion, duhet jetë gjatë gjithë vitit. Si e dallon, doktor Adriani, dallon me thjesht me eko, apo do të bësh ekzaminime më të thella? Shiko, ka disa procedura të cilat ndihmojnë në diagnostikimin e kancerit të gjirit. Pikë së pari, dhe ajo që është më e rëndësishme, që çdo vajzë dhe grua duhet të di, është autokontrolli, vetë kontrolli. Është ajo që ne mjekët themi kontrolli periodik autodidakt. Është kontrolli që bën çdo femër dhe çdo vajzë para pasqyrës, për ato që janë në cikël menstrual, diku te 1 javë mbrapa ciklit, ndërsa për ato gra që janë në menopauzë, mund bëhet një ditë të caktuar, po themi ditën e parë të muajit për mos harruar. Bëhet kontrolli para pasqyrës, shikohet struktura e gjirit me sy, kontrollohet struktura e gjirit me sy, preket për ndonjë gungëzim, për ndonjë tumefaksion, ose ndonjë fryrje të gjirit, kontrollohen sqetullat, kontrollohet gjithashtu edhe thitha e gjirit. Nëse ka ngacmim të thithës së gjirit, futje brenda të saj që ne i quajmë retraksion, kthim nga brenda, rrjedhje të gjirit, nëse ka rrjedhja e gjirit ose sekrecionet e gjirit, normalisht mund t'jenë edhe normale në të të i dukshme, por atëherë kur ato marrin ngjyrë të kuqërëmt, si lëng, qershia apo shplara mishit, themi në gjuhën popullore, atëherë është e domosdoshme që të bëhet një vlerësim nga mjeku specialist. Këto pak a shumë janë, si të thuash, ato që një çdo femër dhe çdo vajzë, çdo grua duhet të kontrollojë në momentin që bën autokontrollin dhe të vlerësoj situatën paraprake. Nëse ndonjë nga këto shqetësimet që përmendëm persiston, atëherë është e domosdoshme që të bëhet edhe konsulta me mjekun specialist, e cila përfshin pikë së pari një ekzaminim ekografik, që është ekzaminim rutin, bëhet në çdo kohë, është ekzaminim i cili nuk ka kosto, nuk ka dhimbje dhe nuk ka, si të thuash, pengesa në momentin që kryhet. Çfarë do të thotë? Do të thotë që një ekzaminim ekografik mund ta bëjë çdo femër, edhe grua që është në cikël menstrual. Nuk ka pengesa. Ndryshe nga mamografia, e cila nuk bëhet në çdo moshë dhe në çdo kohë. Mamografia fillon dhe bëhet kryesisht pas moshës 35-40 vjeç dhe ka disa kufizime të cilat janë në një grua shtatzan për shembull, nuk mund të bëhet një mamografi, sepse ka rrezatim. Pavarësisht se diskutohet dhe thuhet që rrezatimi në një mamografi është kaq minimal sa do të ishte një rrezatim që ne marrim nga rrezet ultraviolet në një udhëtim me avion në një distancë të largët. Se dëgjojmë broshkulla shpesh. Aq më tepër që tashti nuk jemi më në ato parametrat e ekzaminimeve konvencionale, ato radiografinë e vjetër, po themi, ose mamografinë e vjetër, tash ka dalë mamografia digjitale. Jo, si procedurë është njësoj.
Jo, them, atëherë kur ti futesh te ajo dhoma zezë, si procedurë është njësoj, por doza e radiacionit, doza e asaj që ti merr është ulur së teprmi, sepse tash kemi aparate digjitale, madje së fundi ka dalë edhe një aparat tjetër i cili është aparati 3D i mamografisë ose tomosinteza, e cila është pak a shumë si skaneri që bën prerje të gjirit në njësinë e kohës duke dhënë imazhe për gjithë trashësinë e gjirit në njësinë e kohës. Dhe normalisht edhe rezolucioni është më i lartë, ulet dhe doza e rezatimit. Doktor, mamografia është një ekzaminim standard apo ka ndonjë indikacion? Pra, a mund të themi që mund të kalojmë shkallët observimi personal, observimi mjekësor, ekografi, mamografi, apo një grua mjafton që të jetë në moshën 35 Atëherë unë do të thoja që për te faktit që mamografia nuk përfshin gjithë fashën e popullatës, sepse thamë që ka kufizimin moshor, fillon mbi 35 vjeç e lartë, ka shkolla që fillojnë 35-36, ka shkolla që fillojnë dhe 40, mbi 40 vjeç, domethënë kjo varet edhe nga incidenca dhe nga popullsia, sepse ka zona në glob të cilat kanë predispozitën për të pasur më shpejt kancer të gjirit ose incidenca është më e lartë, ashtu siç ka dhe zona që janë më pak të prekura. Unë do të thoja që ekzaminimi pikë së pari përveç faktit që bëhet në diferencën kohore mbi 35-40 vjeç, e rëndësishme është që të kemi dhe indicje të tjera. Të kemi një indicje, po themi, nga një ekografi normale, ose nga autokontrolli që tham, ose nga vizita ke mjeku specialist. Do të thoja që përveç faktit që ky është një ekzaminim i cili në 85-90% të rasteve i ka problematika, gjithsesi nuk është determinant, sepse duhet jetë komplementar edhe me ekzaminimet e tjera. Duhet jetë komplementar me ekzaminimin ekografik, që është një ekzaminim rutin, pa kosto, i pa dhimbshëm, kryet në çdo kohë dhe mund ta kryejë çdo vajzë ose grua që është në cikël menstrual. Domethënë 18 vjeç e lartë po themi, është mos e mjaftueshme për të kryer një ekzaminim ekografik. Domethënë nuk do të thoja që kemi kryer mamografinë dhe kemi kryer punë, jo. Ndoshta dhe laboratoriket mund të jenë. Po patjetër, sepse janë markusit tumoral, janë ato që ne i quajmë markusit tumoral, që janë indikatorët të cilët tregojnë që në gjakun e këtij personi kemi qarkullim të hormoneve problematik të cilët japin incidencën pastaj për kancerin e gjirit. Okej, jo, dhe të pyesja për burrat, ta që simptomat nuk janë kaq të dukshme, po si ta kuptojnë që në fakt po vuajnë nga një kancer gjiri? Shiko, është pikë së pari është ajo që thamë që është alfa dhe omega e gjithë kësaj që folëm deri më tash, është autokontrolli. Edhe te burrat në njëjta procedurë? Në klinikën edhe në përvojën e përditshme ne kemi raste të cilët vinë edhe thonë doktor kam prekur diçka këtu apo kam gjirin pak më të madh, një ringjin krahasimisht me gjirin tjetër. Është ajo që në gjuhën popullore, në gjuhën mjekësore që ginekomastia është hipertrofi difuze e gjirit dhe pastaj në ekzaminimet tjera mund dali edhe diçka më shumë e cila mund të jetë deri në kancer, por që gjithsesi nuk është kaq agresiv sa ç'është edhe tek. Doktor, tani normalisht ne e dimë që kanceri i gjirit, sidomos edhe bazë ekzaminimeve të hershme të tjera, nuk në përgjithësi nuk ndodh fataliteti. Megjithatë ka një përqindje fataliteti dhe i bie që në shumicën e rasteve ti je pikërisht njeriu i parë që e merr vesh këtë gjë. Si më ja thon? Ktu tash është si thua ndërgjegja profesionale pikë së pari, por është edhe ajo që ne duhet të ndajmë empatinë, domethënë keqardhjen ose ndjenjën e mëshirës nga profesionalizmi, sepse unë e them shpesh edhe me kolegë, po edhe me pacientët që unë nuk mund të flem me hallin tënd. Unë duhet ta them që në mënyrë të përbashkët ta luftojmë këtë hall që të ka zënë që sa më shpejt të dalim në krahun tjetër të lumit. Normalisht pacienti duhet jetë i përgatitur dhe këtu luan rol shumë të rëndësishëm edhe mjeku. Luan rol jo vetëm me profesionalizmin e tij, po dhe me mundësinë dhe aftësinë që ka për t'ja përcjell këtë problematik pacientit dhe për t'ja thënë, sepse në fundit ajo është diçka e parikthyer. Nëse ne do ta lëmë pacientin të jetë të flejnë në dafina, në thonjza, normalisht i kemi edhe një dënim. Për t'ja thënë, patjetër që do ja thosh, sepse do filloj një pjesë e jetës që do ndryshoj krejtësisht. Do futet në një protokoll tjetër.
Por mënyra e të thënit duhet jetë pak më... Po pikërisht, pra, këtë Se në Shqipëri kam dëgjuar raste që... Të isha Ku duke t'ja thua të pari, i bini me çomar. cili familjari? Jashtë realisht, jashtë shtetit, domethënë në Europë edhe në Amerikë, pacienti ulet dhe ndërgjegjësohet për situatën shëndetësore që ka, të jetë i vetëdijshëm dhe në një mënyrë apo në një tjetër, së bashku me familjarët dhe me stafin mjekësor, të nis luftën për përballimin e situatës prezente. Në Shqipëri, realisht është çik më problematike, jo po si do t'ja them, jo po t'ja them familjarit, por normalisht është ajo që thash, duhet ndarë këtu empatia, ndjenja e keqardhjes dhe e asaj që Opo Boçaj ka gjetë me profesionalizmin. Në fund ditës, ky është profesioni jonë dhe këtë duhet ta themi me të madhe, sepse e kemi ndihmuar pacientin, duke mos ia thënë nuk e kemi ndihmuar përkundrazi kemi shumica dërmuese e rasteve që ke kaluar në përduar duhet jetojnë, domethënë duhet jenë mirë. Patjetër, unë thash që në fillim për shkak edhe të ndërgjegjësimit, për shkak edhe të uljes, të rritjes së pragut moshor, domethënë ne kemi, si thua, raste me kancer gjiri në mosha të mëdha, mbi 50 vjeç. Doktori e di shumë mirë që në këto raste edhe agresiviteti vjen në rënje. Domethënë shkollën bashkë. Ne kemi qenë Kemi fjetur në një dhomë afër. Kemi qenë kolegë të vjetër. Kemi ngrënë në një tavolinë. Se nësë në besoj që Kemi lexuar në bibliotekë, ngjitur. Unë ndaj i them gjithmonë koleg. Koleg e ti? Po. Jo, koleg. Pse ty të ka rënë flokët, koleg? Se ti s'bëre mjekësi, ti bëre stand-up comedy. T'ja shpjegojmë nga ana mjekësore. Po jo sot, sepse sot është muaj i... Kuptoj, e qartë, është shumë e qartë. Mund kishe bërë ekografin dhe ti marrë njëri, dhe nuk vje këtu qaj e brasa që pjesë. Mua po më bën shumë përshtypje që sot që është fusha e ti, është domeni i ti, kolegu shumë... Sepse ai ka hallë që ne të paditurit bëjmë pyetje, në mënyrë që në bas emisionit thotë, qa pyetje ke po. Po, pra ne jemi pak frikësuar. Ndërsa e vërteta është që nga dje, unë kam ndryshu qase me mjekësinë, sepse më ka pëlqyer mjekësia Mjekësia holistike, po ne e thamë që mamografia nuk ka kaq shumë rrezë sa zhbëri thirrje dhe doktori, ai nuk ishte doktor. Sepse është e krahasueshme me rrezatimin që merr në avion, domethënë disa shkolla e përmendin që rrezatimet që ne marrim në një udhtim ndërkontinental me avion është e barazvleshme me një ekzaminim mamografik konvencional, jo digital, sepse digitalet janë akoma më pak. Domethënë rritet shkalla e rezolucionit, ndërkohë që ulet shkalla e radiacionit. Tani ne kemi merak si redaksi që her pas here na shfaqen këta shëronjësit, të cilët o i ndalojnë ose ju mbushin mendjen që mjekësia, si quhet mjekësia normale, si e quajnë këta, tradicionale, si e quajnë? Këtë mjekësia për të flakur në kosh, për nuk e di se si e kanë një kështu. Nuk jo, po thonë domethënë që mjekësia që jo Big Pharma, jo ju elmojnë, jo ju bëjnë edhe këtej. Tani, normalisht, ka pacient që të vinë dhe ty në atë lloj situate. Ti e ke me pacientin, apo kërkon shëronjësin në për Tiranë që... Unë fokusohem vetëm tek pacienti, sepse ai është... Kjo është gabimi juaj sipas atij, sepse ai tha nuk fokusohesh te emocionet, te gjendja shpirtërore, te energjia, te këto, thjesht doktorët janë e shohin si një gjë biologjike, organe të ndara nga njëri tjetri, ndërkohë që ka lidhje zemra me trurin, syri me anusin. I dashur Keli, Shqipëria ka nevojë për doktor, sepse nga doktorët gjithmonë i ka ardhur e mira, çështja është që doktorët duhet jenë të mirë. Problemi është që doktorët duhet jenë të mirë. Jo, po kam fjalën që është një lloj betejë që bëhet, për shembull, mund të jetë smur dikush me kancer dhe e shërojmë me vajgur. Po patjetër, dhe me sot buke, ishte italiane, ishte një me sot buke që ishte fantastik. Pa harruar mrekullit e uthullës mollës, që shëron mbi 50 smundje. 40 kemi mësuar në shkollë. Varet cila uthull e mollës, po mos u futur te reklama, se ka disa zona të Shqipërisë, është këtej zona verlindore, zona juglindore që kanë varietetet të uthullës mollës janë... Uthull onkologjike që Por, doktor, dikur ja linin le të themi në thonjë zafajnë trashëgimis. Thuaj e ka patur gjyshja, tezja... Po, është e vërtet, linja femërore, nëna, motra, gjyshja, është në disa raste predominante, sepse është ajo që përcakton edhe riskun që pacientja ose personi ka në rastin konkret për të pasur, për të qenë
më e riskuar dhe më e rrezikuar për kancer të gjirit krahasimisht me dikë tjetër që nuk e ka linjën femërore të trashëgimisë. Si puna e Angelina Jolie që kishin tja. Angelina Jolie është rast tipik, sepse ajo ka bërë pikërisht për këtë arsye, sepse një nga familjarët e saj ka bërë kancer të gjirit, ajo ka bërë mamektomi profilaktike, do më dhënë ka hequr të dy gjinjë për të mos pasur terren për... Ka të bëjmë madhësia ose forma e gjirit? Gjinjë të... Ato që quajnë gjinjë fibrotik kanë një farë, si thua, preki. Cilit janë gjinjë fibrotik? Falë për ignorancën. Gjinjë fibrotik, gjinjë të ngjeshur. Gjinjë të ngjeshur, struktura, ka të bëjë më tepër me strukturën se sa me madhësinë. Dhe më nuk ka lidhje madhësia. Ka të bëjë më shumë me strukturën e brendshme, me atë që ka brenda gjirit, atë që ka, do më dhënë raportet midis indit glandular dhe indit... Ka një kufi moshe, për shembull, e zëmë se i kalove 55 vjeç për edhe ke shpëtu. Asnjëherë. Në mjekësi 1 dhe 1 bëjnë 2, po mund bëjnë dhe 22. Asnjëherë nuk kemi garancinë që t'i vëmë vullën dhe themi që këtu... Po normalisht, po them. Thash, me kalimin e moshës, rritet mundësia me kalimin e moshës, por çështja është që duhet kemi edhe këto parametrat e tjerë që thamë. Domethënë, e para është trashëgimia, është ushqyerja po sepse janë disa faktorë risku. Faktorët e riskut, që duhet t'i themi normalisht, është pikë së pari është ekspozimi kashi geneve të estrogenit, të hormoneve të estrogenit. Që janë hormone të cilat përcaktojnë sjelljen seksuale femërore dhe kanë të bëjnë me gjithë strukturën femërore të femrës. Ato, domethënë sa më i lartë jetë niveli i hormoneve të estrogenit, aq më e rrezikuar është femra për të pasur problematika me kancerin e gjirit. Cila është? Është ardhja e periodave para moshës 12 vjeç. Janë më të prekura. Ose vazhdimi i periodave pas moshës 50 vjeç, janë më të prekura. Domethënë fasha në të cilat femra i vijnë periodat para moshës 12 vjeç dhe i ikin pas moshës 50 vjeç, domethënë vazhdojnë dhe janë më të rrezikuara krahasimisht me dikë që i vijnë periodat pas të 12-tave dhe i ikin para të 50-tave. Gratë që kalojnë në menopauzë në një farë mënyre pas moshës 50 vjeç janë më të prekura se sa ato që janë më të rrezikuara, të themi. Po një grua që e ka kaluar menopauzën është më e rrezikuar? Po varet mosha pra. Varet në çfarë moshe ka filluar menopauzën. Ka të bëjë tjetër lindjet, numri i lindjeve. Dhe lindjet, ato gra të cilat kanë lindur para moshës 30 vjeçare janë më pak të rrezikuara, ndërsa ato që lindin pas moshës 30 vjeç janë më shumë të rrezikuara me kancer të gjirit. Predispozita familjare, duan pirja, aktiviteti fizik, ka një lidhje midis banimit në zonat rurale dhe urbane. Janë më të rrezikuar këta të urbanes? Pikërisht. Po janë të gjithë komponentët, është stresi, është ndotja, është mënyra të ushqyerit, është aktiviteti fizik. Janë shumë faktorë bashkë të cilët plotësojnë atë puzzle-in e faktorëve të riskut. U prek një qikë Fabi, a mund të ashtu një qikë morë? Themi 31, ata që lindin pas 31 janë më të mbrë. Po Fabi si ka bo, koma 30. Jo, pas u 3. Do dhe 4 vjetë t'i bëj. Po pra, ke ko. Kështu që sot më shkoni kine mamë dashurin, po... Edhe, është për shnet kjo punë. Me gjitha të, besoj jemi në fund për të segmentit, doktorit i bëri thirrje dhe veta. Ti kënë i thirrje? Kam një thirrje, sepse këtu në studion tonë janë 2 persona që ftohen të bëjnë ekzaminimin. Fabi si femër dhe kolegu që përfaqëson atë 2%, 1.2%, se e shoh që ke një kështu tu me faksio difuze mamele. Nga që rebela. Nga palestra. Kam gatruar pektoralin me diçka tjetër. Kam nga palestra. Në rregull. Doktorit ja bëm lëmsh mikrofonin, por uroj që... Do të drejtohet pak, po... Morëm kohë. Doktor, të falenderoj shumë. Edhe unë ju falenderoj shumë, ishit shumë simpatik. Si gjithmonë, do më thënë, nga ekrani... Nga ekrani po dhe këtu live ishit... E kuptoj që mjekët edhe gënjejnë, po të thuash ishin shumë simpatik për atë dhe për mua është e vështirë. Jo, përveç kësaj, doktori ka dhe një rekord tjetër, që i ka lexuar gjithë librat e tu, i vetmi shqiptari që ka lexuar të 6 librat e tu, dhe më thot kur do dali 7. E kam me dokument, po pas emisionit ta vërtetoj. Edhe unë 5 kam lexuar, 1 s'ta kam marrua akoma.
Ndërkohë që vetëm njëri nga ato kam me autograf. Atë që kam marrë ke panajin. Atë duhet vim në klinikë. Është e Tash pra, bën me rrugë dy punë, bën një ekzaminim. Do me ty nuk ka. Jo, është më të nisë. Faleminderit doktor. Faleminderit juve. Shumë faleminderit.